Gëzuar për gjithë kombin shqiptar, është një festë e përbashkët. Kosova sot shënon 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe sigurisht gjatë kësaj dite dhe organizohen aktivitete të shumta, një tër manifestimesh që ka nisur nga orët e hershme të mëngjesit, nga ora 7, me ngritjen e flamurit. Pastaj do të vazhdoj sigurisht edhe me aktivitete të tjera, me homazhe dhe ndërime që përfshin monumentin e të pagjeturve, pllakën përkujtimore të fëmijëve të vrarë, varrezat e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaqi, si dhe kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Sigurisht që gjatë ditës do të ketë edhe aktivitete të tjera. Të mos harrojmë edhe marshën, protestën që është paralajmëruar për ditën e sotme që do zhvillohet nga ora 14 dhe në bazë të informacioneve, në bazë të interesimit edhe sigurisht të pjesëmarrjes të qytetarëve që do të jenë këtu në qendër të kryeqytetit, do të jetë marshi më i madh, pjesëmarrja më e madhe në historinë e shtetit të Kosovës. Sigurisht që kjo ngjarje e ka edhe motën e saj, drejtësi jo politik, dhe ne shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe bëhet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Këto manifestime nuk do të jenë me kaq, sepse në mbrëmje do të jetë edhe një koncert të lehtë nga Filharmonia e Kosovës, duke përfshirë dhe aktivitete të tjera edhe qytetare. Aktivitete që përfshihen në gjithë vendin, jo vetëm në kryeqytet.